Një avion i vogël sportiv është rrëzuar në liçenin e Mavrovës gjatë ditës së sotme. Në avion kanë qenë 2 persona, prej të cilëve njëri është i lënduar, informuan nga Qendra për Menaxhim me Kriza. Avioni, siç theksojnë, është i markës Piper me regjistrim N5005W dhe është i destinuar për transport të 4 personave. 2 udhëtarët në avion, prej të cilëve njëri është i lënduar, janë shtetas të Kosovës. Avioni rezulton se është i prodhuar në vitin 1961, ndërsa është i regjistruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pronari i avionit është Dugaxhin Mandxhuka, shtetas i Kosovës që jeton në SBA, ndërsa avioni ka status valid dhe certifikat të vlefshme deri në vitin 2028. Sipas të dhënave, avioni ka qarkulluar edhe më herët në hapësirën ajrore të Maqedonisë së Veriut, është shfaqur edhe në evente aviacioni, për shembull në një shfaqje ajrore në Shkup Stenkovec, Maqedoni me 16 shtator 2023. Përndryshe, Piper është një avion i projektuar fillimisht në vitet 1960 si avion i thjesht për trajnim dhe fluturime rekreative. Në profilin e tij në rrjetet sociale, Dugaxhin Mandxhuka ka shkruar se jeton në Londër, ndërsa është pilot privat në The Pilot Center, Denham, UK, ndërsa gjatë ditës së djeshme ka publikuar fotografi duke fluturuar mbi Tetov.